Jemi në muajin Shaban, në muajin të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka agjeru më shumë prej krejt muajve. Prandaj, njeriu që don të fitoj në këtë muaj, ai duhet të përmbahet 4 gjërave. Ti praktikoje në këtë muaj 4 gjëra. E para është të agjeroj sa më shumë në këtë muaj, kuptohet si pas mundësisë, por të përpiqet sa më shumë. Fatkeqësisht, njerëzit në këtë muaj nuk tregojnë shumë interesim për agjerim. A Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka agjeru më shumë për krejt muajve, muaj Shaban kuptohet përveç Ramazanit, nuk flasëm për atë. Për cilën nga Hazreti Aisha thot, Aisha radiallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në muaj tjerë e shehi agjeronte, nuk agjeronte. Do më thonë, nuk ishte tepër i kujdesshëm që t'i agjeroj krejt, apo shumicën e muajit. Ndërsa kur vinte muaj Shaban, më shumë për krejt muajve, këtë muaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e agjeronte. Normal kjo është edhe të kapim me në aspektin logjik, është e logjikshme që stërvitjet bëjmë për muajnë e bekuar që vinë muajnë e Ramazanit. E kur agjerojsh ma herët, kuptohet bën stërvitjet e, edhe bën para përgatitje. Pra, e para është që ne këtë muaj të agjerojnë sa më shumë, kuptohet si pas mundësisë që e ke. E dyta është, dietarët më herët i kanë thënë këtij muaj Shahrul Qurra, muaj i lexuesve. Me të vërtet ne, domethënë ina larg atyre parimeve që më herët janë kanë muslimanë. Thot në këtë muaj, kur ka hiki muaj, më herët të parët tanë, i kanë marrë në Kuranat me vete edhe shumicën e kohës e kanë kalu me leximin e Kuranit. Kuptohet normal, ti do të punojsh, do këthore më punojmë, ama vetë që të bësh muhabet e merë Kuranin. Me fjalë tjera, kanë lexu sa më shumë, prandaj ja kanë dhu emrin këtij muajt Shahrul Qurra, muaj i kurave, do më thënë i lexuesve të Kuranit. Gjithë shohëm për shembull të ne. Por këtu të ndalen a pak, nuk do të thotë se ka plot për atyre që thonë, po unë nuk di të lexoj. Që të lexoj? Nuk di të lexoj. Po derisa të mësohesh, valla mundësit për mësimin e Kuranit tash janë të mëdha. Kje edhe kurse në për online që i thamë. Po kje edhe kurse hoxhës shkuj, hoxhës imamit tamë. A i të ka për obligim që të të mësoje. Donë nuk donë, thuj hoxha, duhet interesau me mësoj. Ta mësoj leximin e Kuranit. Pra, më herët, e kanë dalu këtë muaj me Kuran. Kanë lezu sa më shumë. Kështu që kur të vije muaj i Kuranit, që është muaj i agjerimit, atër do të jenë më të përgatitët për një gjë të tillë. Më të përgatitët. Sikur ne i kina haru ato traditat që janë kanë në vendin tonë,
ama në Bosnjë hala vazhdojnë, apo në Sanxhak hala vazhdojnë këto. Ma herët, edhe të ne ishte mukabelja vlonte në për xhamia prej hoxhallarëve edhe prej nxënësve, bile edhe Bashkia Islame çonte, medresja çonte njerëz, nxënës, praktikanta në për xhami të ndryshme që të lexojnë edhe të tregojnë, të flitet për Allahun xhaleshanu, të flitet për Islamin. Tash do më thonë si kur neja neglizhent në këtë drejtim, pra edhe ti që nuk din për shembull, nuk din të lexosh derisa të mësohesh të lexosh, a dish të lexosh Elhamin? Po. A dish të lexosh Kul Huwallahin? Po. A dish të lexosh Inna Atayna për shembull? Po. Atëherë lexoj çato. Lexo Kul Huwallahin 20 herë, 30 herë, 50 herë, vetëm fitojsh ne, nuk humbesh kurrë, vetëm fitojsh. Pra, dallohe këtë muaj me lexim. Dallohe këtë muaj me dhikr të Allahu xhaleshanu. Subhanallah, dish thush. Elhamdulillah, dish thush, po. Allahu Akbar, di. Emrin Allahu xhaleshanu ta përmendish, Allah, 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 dish. Atëherë, mbushe kohën tënde që e ke të shprazët, që e mbushen me gjëra të kota, me mobilin të qullonu, thënë, gjëra të ndryshme në përrjetet sociale, mere lezo, apo bënë dhikër, spaku. Pra dallo këtë muaj, pse i bësh para përgatitje ati muaj që është shumë i madh, që është muaj Ramazanit. Nën 3, duhet të dim se muaj i Shaban, ki muaj, veprat tona, punët tona që i bëjmë, i shfaqen Allahu xhaleshanu. Paramendo, ti shfaqen veprat tua apo të mijat, Allahu xhaleshanu duke qenë unë i agjirueshëm, a ka më mirë? A ka më mirë? Nuk ka më mirë. Prandaj, do me thonë, edhe veprat mira të bëjmë, po edhe lexim të Kuranit të bëjmë, po edhe agjirim të bëjmë. E 4-ta, Allahu xhaleshanu këtë muaj falë. Ndërsa besimtarët përgjithësi në këtë muaj e harrojnë se ka vlera të mëdha. Ka hadith, thot, kuptimi hadithit është besimtarët janë neglizhent, janë në gaflet me muajin Shaban. Hadith është. Pra dhe më vërtet që ashtu, ne tu mendoj, erdhë Ramazani, hiç nuk e mendojmë Shabanin, hiç. Po tamam, erdhë Ramazani, elhamdulillah, por një para përgatitje që bëjmë, si bëjmë për shembull para përgatitje për çdo gjë, edhe për këtë duhet bëjmë para përgatitje. Para përgatitje e kësaj është që ne bëjmë vepra të mira, sa më tepër. Të shoqëjmë ku janë të varfërit, kush ka nevojë për ndihmë, ta ndihmojmë. Shpeshherë e kam thonë, besoni se vllazën ka njerëz që me të vërtet janë, domethënë, në krizë të madhe. Ka njerëz. Ne duhet t'i kërkojmë ato. Nuk ato të na kërkojnë neve. Se këta të cilët të kërkojnë, ka shumë për atyre që e kanë bërë profesionat punë. Ka, plot, për atyre dhe më thonë profesioni ka bërë punë. Ama ti kërkojsh ku janë ata të cilët më të vërtet nuk e zgjatin dorën. Edhe këta janë të lavdishëm të Allahu xhaleshanu. Pra, me fjalë tjera më tregohena neglizhent.
Dietarët më herët muajin Rexhep e kanë quajt muaji I mbjedhjes, që kaloi, Rexhepi kaloi. Muajin Shaban e kanë quajt muaji I ujitjes, do më thonë mos I lam të vyshken ato vepra, ato punë mira që I kena bo më herët. Ti kultivojmë, sa më shumë, ti kultivojmë, ti punojmë ato, që të japën fuqi sa më tepër, bereqet të japën më tepër, kur në muajin e korjes që është muaji I Ramazanit. Pra inshallah Allahu xhaleshanu na bën si të tillë, edhe do të mundohen që të shfrytëzojmë këto momente, këto raste, që të dalëm fitimtar edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.